Horoskopi ditor, 21 janar. Energjitë dhe mesazhi për çdo shenjë. Dita e 21 janarit sjell një energji që kërkon qartësi dhe vëmendje ndaj detajeve të vogla. Nuk është ditë për nxitim apo reagime të menjëhershme, por për vëzhgim dhe vendime të menduara. Disa shenja do ndjejnë nevojën të flasin hapur, ndërsa të tjera do kuptojnë se heshtja është zgjedhja më e mençur. Çdo veprim sot ka peshë më të madhe se zakonisht, sepse energjitë favorizojnë sinqeritetin dhe përgjegjësinë personale. Nëse ndihesh i pasigurt, dëgjoj intuitën dhe mos e shty atë që kërkon vëmendje. Dashi. Dita e sotme të kërkon të kontrollosh impulsin dhe të veprosh me më shumë qetësi. Në punë, një situatë e vogël mund të provokojë, por reagimi i matur sjell rezultat më të mirë. Mos u përfshi në debate të panevojshme. Në marrëdhënie, është moment i mirë për sqarime të qeta dhe të sinqerta. Një fjalë e thënë në kohën e duhur përmirëson ndjeshëm klimën emocionale. Financiarisht, shmang shpenzimet e nxituara dhe përqendrohu te ajo që është e domosdoshme. Energjia fizike është e mirë, por kërkon drejtim të saktë. Dita favorizon veprimet praktike dhe jo vendimet e mëdha. Nëse ndalon për pak dhe mendon përpara se të veprosh, do ndihesh më i qetë dhe më i sigurt në zgjedhjet e tua sot. Demi. Energjia e sotme të ndihmon të ndihesh më i qëndrueshëm dhe i fokusuar. Në punë, është ditë e mirë për të përfunduar detyrat të mbetura pezull dhe për të rregulluar detaje praktike. Mos u shpërqendro nga gjëra të vogla. Në marrëdhënie, qetësia jote krijon siguri te të tjerët. Një bisedë e thjeshtë mund të forcojë lidhjen emocionale. Financiarisht, dita favorizon organizimin dhe planifikimin, jo rreziqet. Emocionalisht, ndihesh më i qartë kur nuk nxiton. Merr kohë për veten dhe për gjërat që të japin stabilitet. Dita e sotme nuk kërkon ndryshime të mëdha, por përforcim të asaj që tashmë funksionon. Kur vepron me durim dhe besim, gjithçka rrjedh më lehtë. Binjakët. Sot mendja jote është aktive dhe kërkon stimulim, por është e rëndësishme të mos e shpërndash energjinë në shumë drejtime. Në punë, përqendrohu në një detyrë kryesore dhe shmang ndërprerjet e panevojshme. Komunikimi është pika jote e fortë, por përdore me kujdes. Në marrëdhënie, një sqarim i vogël mund të largojë keqkuptime. Mos e shty bisedën që ke menduar prej kohësh. Financiarisht, dita është neutrale, por kërkon vëmendje ndaj shpenzimeve të vogla. Emocionalisht, ndihesh më mirë kur ke qartësi. Merr kohë për të organizuar mendimet. Dita e sotme të mëson se fokusi sjell më shumë qetësi se sa lëvizja e vazhdueshme pa drejtim. Daforia. Energjia e 21 janarit të fton të kujdesesh më shumë për veten dhe kufit emocional. Në punë, mos i merr gjërat personalisht dhe ruaj qetësinë përballë kritikave. Një qëndrim i matur të mbron nga tensioni. Në marrëdhënie, ndjen nevojë për siguri dhe mirëkuptim. Shpreh ndjenjat pa frikë, por pa dramatizim. Financiarisht, dita kërkon kujdes dhe shmangje të shpenzimeve të panevojshme. Emocionalisht, ndihesh më i balancuar kur i jep vetes pushim. Dita nuk është për vendime të mëdha, por për përkujdesje dhe reflektim. Kur dëgjon nevojat e tua dhe nuk i anashkalon, ndihesh më i fortë dhe më i qetë në zgjedhjet e sotme. Luani. Dita e sotme të kërkon të balancosh dëshirën për të udhëhequr me nevojën për bashkëpunim. Në punë, vëmendja bie mbi mënyrën si komunikon dhe si shpërndan përgjegjësitë. Një qëndrim i qetë rrit respektin dhe shmang tensionet. Në marrëdhënie, gjestet e vogla vlen më shumë se fjalët e mëdha sot. Trego prani dhe dëgjo pa ndërprerje. Financiarisht, është ditë e mirë për rishikim dhe organizim, jo për shpenzime impulsive. Energjia fizike është e qëndrueshme, por kërkon ritëm të matur. Mos e tepro me kërkesa ndaj vetes. Dita favorizon maturinë, përgjegjësinë dhe veprimet e menduara.
Kur vepron me zemër të hapur dhe qartësi, arrin rezultate më të qëndrueshme dhe ndihesh i vlerësuar. Mbrëmja sjell qartësi, shtesë dhe një ndjenjë përmbushjeje nëse ruan durimin, respektin dhe fokusin duke vlerësuar bashkëpunimin, ritmin e shëndetshëm, prioritetet reale dhe pushimin e domosdoshëm për energji afatgjatë sot. Virgjëresha. Dita e sotme thekson organizimin, qartësinë dhe përkushtimin ndaj detajeve praktike. Në punë, përparon duke vendosur prioritetet të qarta dhe duke mbyllur çështje të hapura. Mos u ndal te kritika e tepërt. Në marrëdhënie, shpreh ndjenjat thjesht dhe pa analiza të gjata. Një bisedë e sinqertë krijon afrim. Financiarisht, dita favorizon rregullimin e buxhetit dhe planifikimin e kujdesshëm. Shëndeti përfiton nga rutinat e qëndrueshme dhe pushimi i mjaftueshëm. Mos e ngarko veten me pritshmëri perfekte. Dita shpërblen maturinë, durimin dhe veprimet konkrete. Kur i beson procesit dhe lë hapësirë për fleksibilitet, ndihesh më i qetë dhe më i sigurt. Mbrëmja sjell lehtësi mendor dhe ndjesi stabiliteti nëse ruan ekuilibrin, kufit e shëndetshëm, komunikimin e qartë dhe vlerëson përparimin e vogël të ditës. Pa nxitim, me durim, besim, vëmendje dhe kujdes të vazhdueshëm ndaj vetes, sot në çdo hap të vogël. Peshorja. Dita e sotme kërkon ekuilibër mes nevojave personale dhe pritshmërive të tjerëve. Në punë, bashkëpunimi sjell rezultate më të mira se veprimet individuale. Qëndro i qartë në qëndrime dhe shmang pa qartësi. Në marrëdhënie, dialogu i hapur zgjidh keqkuptime të vogla. Mos e shty një sqarim të domosdoshëm. Financiarisht, ruaj masën dhe shmang shpenzimet për të kënaqur të tjerët. Energjia emocionale stabilizohet kur vendos kufi të shëndetshëm. Dita favorizon drejtësinë, qetësinë dhe vendimet e balancuara. Kur vepron me ndershmëri dhe respekt, ndihesh më i lehtë dhe i sigurt. Mbrëmja ofron qartësi, shtesë dhe ndjesi harmonie nëse zgjedh sinqeritetin, prioritetet reale dhe komunikimin e matur duke mbrojtur energjinë tënde. Merr kohë për reflektim, pushim dhe vendime të vogla, por të qëndrueshme sot. Me durim, qartësi, besim dhe respekt ndaj vetes. Përfitimet shfaqen gradualisht, qetë dhe pa presion gjatë mbrëmjes sot. Natyrshëm. Akrepi. Dita e sotme sjell thellësi emocionale dhe nevojë për sinqeritet. Në punë, vendosmëria jote ndihmon të mbyllësh çështje të vështira. Shmang lojrat e fshehta dhe zgjidh rrugën e drejtë për drejtë. Në marrëdhënie, ndjenjat intensifikohen dhe kërkojnë komunikim të hapur. Mos mbaj brenda atë që duhet thënë. Financiarisht, ruaj kujdesin në marrëveshje dhe lexo detajet. Energjia e ditës favorizon transformimin dhe lëshimin e kontrollit të tepërt. Kur pranon ndryshimin, fiton qartësi dhe forcë të re. Mbrëmja sjell çlirim emocional dhe ndjesi stabiliteti nëse vepron me ndershmëri, durim dhe respekt ndaj kufive. Fokusohu te përfundimet, jo konfliktet dhe zgjidh paqe të brendshme sot. Merr kohë për reflektim, pushim dhe rigjenerim duke besuar procesin gradual. Qartësia vjen me pranimin, përgjegjësinë dhe veprimet e menduara. Përfitimet shfaqen ngadalë, por qëndrueshëm gjatë mbrëmjes. Sot, ruaj qetësinë, fokusin dhe besimin. Në çdo hap të vogël. Tani. Sot. Shigjetari. Dita e sotme të fton të reflektosh mbi drejtimin që po ndjek dhe zgjedhjet e fundit. Në punë, është e rëndësishme të mos shpërqendrohesh nga ide të reja pa mbyllur ato ekzistuese. Një qasje më e përqendruar sjell rezultate më të mira. Në marrëdhënie, sinqeriteti është thelbësor, sidomos kur bëhet fjalë për pritshmëri afatgjata. Mos shmang një bisedë të rëndësishme. Financiarisht, dita kërkon maturi dhe shmangje të shpenzimeve impulsive. Energjia emocionale stabilizohet kur ke një qëllim të qartë. Dita nuk është për rreziqe, por për qartësi dhe orientim.
Kur vepron me vetdije dhe ndershmëri, ndihesh më i qetë. Mbrëmja sjell reflektim dhe ndjesi përmbushjeje, nëse ndjek ritmin tënd dhe nuk nxiton. Beso procesit dhe ruaj fokusin sot. Britsjapi. Energjia e ditës thekson përgjegjësinë dhe përkushtimin ndaj qëllimeve afatgjata. Në punë, përpjekjet e vazhdueshme fillojnë të japin shenja konkrete progresi. Mos u dekurajo nëse rezultatet nuk janë të menjëhershme. Në marrëdhënie, kërkohet më shumë prani emocionale dhe më pak fokus vetëm të detyrimet. Një gest i thjesht forcon lidhjet. Financiarisht, dita është e qëndrueshme dhe e përshtatshme për planifikim praktik. Energjia fizike kërkon pushim të mjaftueshëm për të shmangur lodhjen. Dita nuk kërkon ndryshime të mëdha, por vlerësim të asaj që ke ndërtuar deri tani. Kur respekton kufit e tu dhe vepron me durim, ndihesh më i sigurt. Mbrëmja sjell qetësi dhe ndjesi stabiliteti, nëse ruan ekuilibrin mes punës dhe jetës personale sot. Ujori. Dita e sotme sjell nevojë për riorganizim të mendimeve dhe planeve personale. Në punë, idetë e reja janë të vlefshme, por kërkojnë strukturë për t'u zbatuar. Mos u nxit të veprosh pa qartësi. Në marrëdhënie, kërkohet më shumë komunikim i drejt për drejt dhe më pak distancë emocionale. Një bisedë e sinqertë afron. Financiarisht, dita është neutrale, por jo e përshtatshme për rreziqe. Energjia emocionale stabilizohet kur ndjek ritmin tënd dhe nuk ndikon nga presioni i jashtëm. Dita favorizon reflektimin dhe rishikimin e prioriteteve. Kur bashkon origjinalitetin me përgjegjësinë, ndihesh më i qartë. Mbrëmja sjell ide të reja dhe ndjesi lirje të brendshme, nëse i jep vetes hapësirë për mendim dhe qetësi sot. Peshqit. Energjia e sotme të fton të përqendrohesh te mirëqenia emocionale dhe kufit personal. Në punë, është e rëndësishme të mos përthithësh stresin e të tjerëve. Qartësia në komunikim ndihmon në shmangjen e keqkuptimeve. Në marrëdhënie, ndjen nevojë për siguri dhe mbështetje të ndërsjellë. Shpreh ndjenjat pa frikë, por me qetësi. Financiarisht, dita kërkon kujdes dhe shmangje të shpenzimeve të panevojshme. Energjia fizike përfiton nga pushimi dhe ritmi i butë. Dita nuk është për sakrifica, por për përkujdesje ndaj vetes. Kur respekton nevojat e tua, ndihesh më i qartë. Mbrëmja sjell qetësi të thellë dhe ndjesi harmonie, nëse zgjedh qetësinë, reflektimin dhe vetpranimin sot. Energjia e datës 21 janar kërkon qetësi, vetdije dhe vendime të menduara. Asgjë nuk duhet bërë me nxitim sot, sepse çdo zgjedhje, edhe më e vogla, ka peshë. Nëse mesazhi i shenjës tënde të foli, përdore si udhërrëfyes për pjesën tjetër të ditës. Shkruaj në komente shenjën tënde dhe më thuaj si po e ndjen këtë energji sot. Pëlqej videon për të mbështetur parashikimet ditore. Abonohu që të mos humbasësh asnjë mesazh të universit për ditët që vijnë. Shpërndaje me dikë që ka nevojë për qartësi sot.